Mund të shpërthej në çdo moment, këto janë 3 shenjat e horoskopit që stresohen për çdo gjë. Fatura për të paguar, çmime që rriten çdo ditë me shpejtësinë e dritës, pamundësia për t'u shkolluar apo punësuar e tjerë, le të tregohemi të sinqertë. Jeta ka ndryshuar me ritme të frikshme dhe njeriu modern i 2026-s gjendet gjithmonë dhe më i ekspozuar ndaj një lufte të paepur emocionale brenda vetes. Nuk është legjend urbane, por stresi është kthyer vërtet në armikun e të gjithëve, sidomos 3 shenjave të zodiakut që i kanë nervat aq tel sa mund të shpërthej në çdo moment. E dini cilat janë? Gaforja. Të lindurit e shenjës gafores u druen shumë ndryshimeve që mund t'ju sjellë tashmja apo e ardhmja. Ata kanë gjithmonë frikë se mund t'ju ndodhë diçka e keqe, si rjedhoj, pushtojnë lehtësisht nga ndjenjat e ankthit, stresit dhe vetmisë. Akrepi. Personat që i përkasin shenjës akrepit përpiqen të shesin gjithmonë imazhin e të qenurit i fortë, por në të vërtetë janë më skeptikët e zodiakut. Ata janë shumë kërkues me veten dhe për këtë arsye nuk duan të zhgënjejnë kurrë pritshmëritë që krijojnë tek të tjerët, por pesha e presionit në gjithë këtë kakofoni. Skepticizmi dhe nevoje për përsosmëri godet gjendjen e tyre emocionale. Bricjapi. Edhe pse Bricjapi është një ndër shenjat më të organizuara të zodiakut, i cili nuk e humbet kurrë kontrollin dhe ka gjithmonë një plan rezerv për të përballuar çdo ndryshim të së tashmes dhe të ardhmes, duket se lufta e tij për të mos rënë pres stresit është e kotë. Impenjimet e shumta në punë dhe jeta e tyre ndërlikuar janë disa prej shenjave që ndikojnë negativisht në gjendjen e tyre emocionale.